nuk ka emancipim dhe nuk ka hak më të madh që mund të marrë femra dhe gruaja më shumë se sa po t'i kthehet të drejtave që asaj ja ka dhënë Zoti në Kur'anin famulart dhe profeti në traditën e tij. Po për fat keq as muslimanët nuk po i lexojnë dot siç duhet dhe sigur mendojnë që ka zgjidhje më të mira për gratë jashtë kësaj zgjedhje hyjnore. Prandaj njeriu historikisht dhe mos gruaja për fat keq ka shkuar nga ekstremi në ekstrem, nga ekstremi i padrejtësive që është bërë ndaj saj në shumicën e kohës, në ekstremi që ajo tashmë i bë vetë ajo padrejtësi vetes së saj duke menduar që ka për ta gjetur hakun dhe drejtësinë. Aq shumë detaje kanë lidhje me këtë temë që është e drejta e saj, sepse nga kushtet e një martese të saktë dhe të pranuar tek Zoti, përveç atyre që përmendëm në fillim, është pranimi i saj, është miratimi i saj. Nëse nuk është miratimi i vajzës, nuk vlen as dëshira apo insistimi i madh që mund të ketë familja e saj apo familja e bashkëshortit apo dëshira dëshmitarëve. Të gjithë këto janë pasojë dhe janë përforcues të miratimit të saj. Dhe kjo pra nuk mund të martohet me imponim. Nuk mund të martohet me detyrim, me imponim. Familja, babai, nëna, njerëzit e afërt janë ato që e këshillojnë e orientojnë, sidomos në raste kur ai nuk e njeh palën tjetër, sepse jeta jo gjithmonë ka qenë e tillë që është kaq e lehtë sot. Edhe sot e kësaj dite ka akoma raste kur njeriu edhe sikur ta njoh, ai njeh një pjesë të palës tjetër. Gjithmonë edhe në gjën më thjesht kur duam ta blejmë ne pyesim. Kemi dëshirë të pyesim, sidomos ekspertët e fushës lidhe me diçka. Dhe kështu që ajo pjesa e marrjes së informacionit apo këshillimit ka qenë dhe vazhdon. Por në fund fare vendimi është vendimi i vajzës në këtë rast, miratimi dhe pëlqimi i saj. Dhe ka ndodhur përpara 1400 ca vitesh siç e përmendë që dikush ka shkuar tek profeti alayhis salam, një vajzë e re ka shkuar dhe i ka thënë o i dërguar i Zotit, kjo çështja e martesës, a është në dorën tonë apo është në dorën e baballarëve tanë? Është në dorën tuaj, tha profeti Muhamedi alayhis salam. Parsisht pastaj baballarët janë ata që e miratojnë dhe e mbështesin. Atëherë tha, mua baba im ka martuar pa dëshirën time. Nuk kisha dëshirë të isha bashkëshorte atij burri që kam sot. Profeti alayhis salam tha, nëse ke dëshirë, tha, unë e prish këtë martesë. Jo, tha, unë nuk dua ta prish atë, por kam dëshirë ta dëgjojnë shoqjet e mia, ta dëgjojnë vajzat të tjera. Kjo është pikërisht ajo për të përforcuar ato që tham që parsisht në një martesë që quhet edhe e vlefshme fetarisht, është dëshira e vajzës. Edhe Islami ndaloi të gjitha format e martesave me imponim, sepse bëheshin martesa që ndjep. Edhe kjo ka vazhduar edhe gjatë, ose martesa për shembull që dikush i thoshte një shokut të tij që kishte po themi si vëlla, që unë t'jap motrën time, ti më jep motrën tënde. Pra, miqësinë dhe atë muhabetin e tyre donin ta përforconin me diçka, njëkohë që nuk pyetej fare nëse është apo jo dëshira e motrave të tyre që të ishin bashkëshorte të njëri tjetrit. Apo në raste për shembull kur tregtia bëhej pikërisht me kundrejt kësaj tregtie apo kësaj marrëveshje tregtare që kemi bërë, unë do t'jap motrën time apo do t'jap vajzën time. Pra imagjinoni çfarë gjendje ishte. Të gjitha Islami këto i bëri martesa haram, pra një martesë e pavlefshme. Nuk ka vlerë ajo tek Zoti. Dhe ajo pyetje që bëri ajo vajzë ishte pikërisht për ta bërë deklarative që kjo çështje, pra çështja e martesës është parsisht në dorën e vajzës. Nëse ajo ka dëshirë të martohet, nëse ajo nuk ka dëshirë, nuk mund të imponohet ajo lloj martese. I gjithë rrethi familjar pastaj është thjesht përforcues dhe lehtësues për këtë vendim.